keni një shkallë domethënse rritjeje, por nga ana tjetër, gati 500.000, pra gjysmë milioni njerëzish e kanë lënë vendin gjatë mandatit tuaj. Si e shpjegoni këtë paradoks? Pikëpari, gjysmë milioni nuk është shifër e saktë, por po, shqiptarët kanë vazhduar të largohen dhe mendoj që është gjëja më normale për një vend I cili ka kaluar 50 vjet izolimi të plot dhe për njerëz që kanë qenë gjithnjë të prirur të emigrojnë e të kërkojnë një jetë më të mirë. Por nga ana tjetër, mendoj që ka të dhëna të qarta që shqiptarët po kështu po kthehen. Kështu që ende jemi në një negativ neto midis njerëzve që largohen dhe vinë, por hendeku po ngushtohet. Dhe po, duhet vazhdojmë të bëjmë shumë, por sa për t'ju dhënë një shifër kur mora detyrën, PBB-ja jon ishte më pak se 10 miliardë euro, ndërsa aktualisht është 27 miliardë euro.